Ju kom thonë, unë flas deri me datën 28 dhjetor. Gjithmonë me shpresa që kjo klasë politike e lëvizjes vetëvendosje, shkatërruese, përqarse, t'i humbë këto zgjedhje. Nëse kjo ndodh, besoni që Kosova do të shpëton. Nëse nuk ndodh kjo, besoni që Kosova kapitulon. Dhe unë po shpresoj që populli shqiptar e ka kuptue këtë lëvizje anti-shqiptare dhe pro-serbe dhe nuk e voton mo. Unë i kam bukur do vjetë dhe asnjëherë në histori populli shqiptar nuk ka qenë më i përqarë se sa sot. As turku 600 vjetë, 500-600, sa e ka mujt. As shkau për 100 vjetë s'ka mujt me përqa popullin shqiptar sa e ka përqa ky Kopili që po ngani masti, Kurtoviqi. Ky e ka fut popullin shqiptar të Kosovës në një rrugë pa krye. Ky e ka fut popullin shqiptar të Kosovës në vllavrasje. Ky është të ja kry punën Serbisë në përkushtimin më të madh të mundshëm dhe ka arrit me i përqa familjet gjakut që janë, vllau me vllau, motrën me motër, burrin me gru, fëmijën me bab, krejt ka arrit me i përqa që është shumë e rrezikshme për ne. Për 100 veta ka mojt Serbia dhe s'ka mujt me përqa popullin shqiptar. E dini çfarë do të thotë kjo? Katastrofa më e madhe është kur përqahet populli. Dhe janë në gjendje me dhez luftë mes veti për parti politike. Kjo është shumë e rrezikshme. Ky i arriti këto qëllime fal këtyne që janë tash në opozit, të cilët me gjuhën më të butë, me mirësi, me nuk e di vlla, a janë kahtuten apo shkadreqin u bon veç, sinqerisht shumë opozit e dopt ka qenë. Unë më men kur kam marrë në Saudi, atëherë ka qenë Lidha Demokratike, ka qenë Partia Demokratike, kjo lëvizja ka qenë atëherë në demonstrata e gjujshin e s'kan pas pozita, po nuk kanë qenë shqiptarët për qa me zveti, kemi nejtë bashkë. Qa ka pas lidhe, aje ka pas PDK-n, aj tjetër LDK-n, unë PDK-n, po kemi bo muhabet dhe kur nuk jemi kacafyt për parti. Kë i ka qunë qatë shkallë, ja ka shpërlat trunin, sa që janë në gjendje, si të thush, jam me LDK, me PDK, me AK, me dhez luft me njerë. Para me ndani. Kë ja ka shpërlat trunin deri në qatë shkallë, sa që ju ka thonë bimni, gratë, qikat, fëmin, qkonje, zez, zotit, më e bon, këta mos mi pas gajlet pun. Se ka pas mëra shqiptari këtë zakon, ku për ne, po këta s'janë shqiptar. Besoni që edhe Gjermania, edhe Suedia, flitet edhe ka, jenë ngërdit pe kësaj fare dhe hiq s'ka më ju shku larg, kanë me aprish me letra e me kajtë dhe kanë me përzon. Se kjo farë, ku t'hin kjo e fliq. A menoni që i kishin mojt shtetet e jashtë me këta, po janë qaq bau shtelat fort, qaq qenë si kur kualt punojnë, edhe i shfrytëzojnë se për ndryshe, të s'kishin mujt, as një kafshat bok mi hangër ka. Po në vetë për lutna, inshallah,
i marrin edhe këta vendimet, edhe dej një i kthejnë i përzon pe i shteteve të veta se këtë farë ku ta shtish dije që e ke fliq atë shtet, e ke fliq. Para mendoni, më nis pe diaspore, e me shku në Kosovë, e me votue një njeri që është anti-shqiptar, një njeri që punon për Serbi, edhe më që më shku me ja bon shërë në ati veni, qëfar njerëzish janë këta, a de kush me më kalzu. Pra ndaj po thamë, deri me 28 dhjetor do të flasë, gjithmonë me shpresa që populli shqiptar mos t'i votojnë ta, për ndryshe, pasha natën e santit, ja besoni edhe një herë, po shtetin, Kurtoviqit, Jobrën Nureddin Drenica, mos ka më marë, as ka më dhim të kush, edhe mi po të dek, se vetë për jamonësani, vetë po do një fokarallak, vetë po i do një shkiet me këthy, vetë po do një lirin, pavarësin, krejt aja që ka u arrit me shumë mund edhe gjak edhe sakrifica, mi a dërzu prapë Serbisë. More qorra, pa dini ju që na kanë prish me Amerikën, more qorra, po a dini ju që na kanë prish me Europë, me sankcione, me të nasend, a dini ju që Amerika e me bon, e veç mi a bon me sy Serbisë, a dini ju që së ne bëni kokën aty heq as një, kini me ikë sikur 98, 97, 98, 99 që një ikë, e një dalë sikur gratë e kësia me dimi e një vesh ju që po shkëni po fryni tash. As një në luft si një kom, bre zoti ju marroft, po qysh ju ko hije më qumë i shosht, rinë qëlimtarët Kosovës, e mi adho krahin një pro-serbi, bre zoti pa marrë ju e më sëllshoft. Bre zoti shpirtin një martë, ju si në shqiptarë. Ai që e votën Albin Kurtin edhe partinë e ti, ai nuk është shqiptar. Unë thash edhe një herë, po flas dej me 28, nëse shporën këta, do t'jem njeriu më i lumtur në botë. Po nëse ju ja mundsoni këtyn edhe një herë, me baglitat shtet, unë e vetë ko më që mi postu me thonë, Allah hile sa të munësh shtypi. O mos let zez gjon pa jo bon se që shtyk të edurën. E jo tani mas një kohë ju kalzë juve që shkoni pejk honhit atje, edhe i votoni ju pro-sërbt, edhe ja bëni zezat ati veni, e hinin gjëna me gjakun e dedhën, e me dëshmor, ju kalzëj masanej që shkoni ju. Ju kalzëj juve. Bre zoti pa marrë, ata njerë cilët nuk ja din vlerën gjakut, dëshmorve, ushtrisë qëlimtarët Kosovës, zoti i marroft, zoti i dënoft, zoti i shkatëroft.